fakti që drejtësia nuk është me e aksesueshme dhe është e vënuar, në këtë moment personalisht më duket si më tepër si një dëshirë, si një dizajn i politikës që ta mbaj, pra të ketë mundësi të shkoj sa më shumë. Por kjo pra që të kthehen nga të akuzuar në viktima pas. Ka pasur zgjidhje plot. Nëse ke numër të vogël gjykatëse dhe thua ti ka magjistraturën, siç ka pasur, po themi, rasti që u bën në 92-shin, ajo e plepave, pra që për 6 muaj u bën gjykatës, pra me atë, ti për fat mirë nuk je në ato kushte, ke plot njerëz që kanë mbaruar juridikun me 10.000, kanë bërë dhe master të tjera, mund të kishte bërë një provim, siç ka qenë dikur provimi i avokaturës, dhe mund të kishte futur numrin e gjykatës dhe e kishte arritur për një herë. E kupton? Por nuk duan që ta bëjnë këtë gjë. Asnjë ndërkombëtar se ka rekomanduar këtë proces. Kjo do të cënonte cilësinë në mënyrë të tmerrshme. Po pra, se ti s'mund të thuar cave, ti shko, bëj shkollë, ka legjislator kriter. Cilësia e gjykatës tani, me që për mua shkolla administraturës është thjesht një filter politik, sepse nuk ka pikë diference në juridik, penale, civile, administrative, kodet dhe kodet e procedurave. Ka që janë, nuk ka më tepër juridiku. Nuk mund ta konsideroja kështu, se ne kemi pra që fosa, kemi gjyqtar që avokatët i thonë je i filan pushteti